Gratë në kohë të Rasulit alayhi salam janë shku edhe kanë fal Bajramin, krejt gratë. Bile edhe ato me menstruacione janë shku në Bajram, nuk janë fal, mirë po kanë nejt mbrapa edhe kanë bo dhikr, edhe kanë thonë tekbiret me musliman, kuptohet paza, mirë po i kanë thonë tekbiret, kanë bo lutje, janë gëzu me muslimant. Do me thanë, nuk ka dikush i cili u ndalon grave me shku me fal Bajramin, është diçka e mirë, është tradita e Rasulit alayhi salam, është ditë kur gratë është mirë me dhanë sadaka shumë. Në kohë të Rasulit alayhi salam i kanë hikë zbukurimet e tyne edhe i kanë dhanë sadaka. Gratë, në kohë të Rasulit alayhi salam. Kjo është dita kur me dhanë sadaka. Dita e Bajramit është ditë kur është mirë që gratë edhe burat kuptohet. Mirë po, jemi të folë tash për gratë, është mirë me dhanë sadaka sa ma shumë. Kështu kanë vepru në kohë të Rasulit alayhi salam. Por fund po thamë, ka thënë Aisha radiallahu anha, me i papa Rasulullah alayhi salam, se si kanë vepru edhe kanë shpik gjana, edhe kanë ba gjana gratë pas vdekjes të Rasulit alayhi salam, u a kish ndalu Rasulullah alayhi salam shkurin e tyne në gjami. Dhe këta ka nere marrin si argument me ja ndalu grave, me që thatë, gratë nuk është ndalume me shku në gjami për Bajram, kur qysh, në qofë se falet në gjami, në qofë se falet në venet gjëra, në hapsirë që i ka falë Rasulullah alayhi salam, gratë duhet me shku në gjami, mirë po gjithsesi me pas kujdes fitnen, me pas kujdes çmendurit, me pas kujdes zërin e lartë, me kanë shambull që i ka hije një muslimanët mirë me lejen Allahut azza wa jall.